Përshëndetje. Sot do të përgatisim pastiqe tradicionale, një recetë praktike me plot shije. Filloj me përgatitjen. Në një tenxhere në të cilën kemi hedhur ujë, hedhim gjithashtu një lugë kripe dhe e lëmë të ziejë. Më pas hedhim 500 gram makarona, mund të zgjidhni çfarë lloj makaronash që të dëshironi. Makarona do t'i lëmë të ziejnë për 3-4 minuta. Ndërkohë që makarona zjej, në një enë hedhim 4 kokra vezë dhe i rrahim mirë. Më pas do t'i hedhim qumshtin. Për këtë recetë kam përdorur qumshtin Tradita. I shtojmë krip dhe e përziejmë mirë. Më pas tepsinë të cilën do ta përdorim për të pjekur pastiqen do ta lyejmë me gjalpin e freskët lufra. Do shtoj makaronat. I hapi mirë në të gjithë tepsinë. Më pas do të shtoj masën që përgatitëm më parë. Për një shije akoma më të mirë, sipër do t'i shtojmë djathë dele lufra. Djathin do ta therrbojmë si të shihet edhe në video. Më pas do t'i shtoj djathë kaçkavall lufra. Djathin do ta ngrim në rende. Në fund do t'i shtojmë qalp të freskët lufra. Do ta vendosim të piqet në furrën e parangrohur me 200 gradë për rreth 35 minuta. Pas 35 minutave, pastiqja është pjekur dhe është gati për ta konsumuar. Një recetë e thjeshtë, praktike dhe tepër e shijshme. Nëse e provoni, u bëft mirë. Dhe nëse video pëlqeu, mos harroni të bëni like, koment dhe ta ndani atë me miqtë tuaj. Faleminderit.